sot këtu jam rastësisht, kam dashur të ardhë të vitë dhe kjo dhe t'ju takoj, janë të gjitha të vërteta ato që ju thatë. Që për çdo gjë që ne duhet të arrijmë, duhet t'i ulim kokën, deputetit, ministrit, apo kujdo. Unë sot jam me pa punë, kam 4 vite që zvarritem, më gënjej, më mashtroj. Kam mbaruar arsimin e lartë, kam bërë master shkencor, pasi u martova, bëra fëmijët, vendosa të nis karrierën sepse më duke vetja bosh, dhe sot ndihem përsëri bosh, sepse askush nuk të jep një mundësi që ti të ecësh përpara. Sa herë që kam parë në televizion, kam menduar që jeni njeriu më i drejtë në këtë vend që mund ta bëni politikën. Por politika është shumë e poshtër. Dhe unë mendoj që kam frikë për jetën tuaj, sepse askush nuk të lë që të ecësh përpara. Unë e kam provuar në kurrizin tim, ju thatë 34 vite tranzicion, dhe unë jam disa vite më e madhe dhe nuk po e kuptoj që pse tranzicioni në Shqipëri nuk mbaron. Dhe kur do të mbaroj? Do të mbaroj ndonjëherë. Fëmijët tanë, a do të munden ndonjëherë që ta shijojnë këtë vend? Përse fëmijët e mi duan të ikin jashtë? Unë kam 2 djem binjak dhe më kërkojnë shumë gjëra. Njëra nga këto gjëra është që pse na linden në Shqipëri, përse nuk na jepet një mundësi këtu, përse nuk na lë që të ikim jashtë. Dhe unë i themi jo, do bëjmë vendin ton këtu. Uroj dhe shpresoj që vërtet të ecni përpara me bindje të plot, sepse e meritoni. Në radhë të parë jeni një njeri i mirë dhe mirësia duket në pamjen fizike, dhe ju a them sinqerisht nuk kam sepse t'ju bëj qefin, sepse unë jam askushi për t'ju bërë qefin. Jeni vërtet partia e tretë, uroj që të bëheni partia numër 1, kryesorja, uroj që së shpejti të jeni kryeministri, t'i zgjidhni vërtet problematika që janë në Shqipëri, me rënjë, me themel, sepse korrupsioni është në mënyrë galopante, dhe unë nuk kam frikë ta them, sepse nuk kanë se çfarë të më bëjnë, unë nuk jam askushe. Uroj dhe shpresoj për gjithë ta që jam këtu, por për të gjithë shqiptarët, që vërtet të ecni përpara sepse e meritoni. Ju nuk keni nevojë të bëni korrupsion, të vidhni në thonjza, siç thuhet, sepse kemi pasur shumë në auditore ku flisnim dhe pyesnim bashkëmoshatarët tanë që pse do të bëhesh kryeministër, dhe thoshin dua që të bëhem i pasur. Më falni, dua që të vjedh sa më shumë. Pra, ju niseni nga një biznes, pra ju jeni pasur, ju nuk keni nevojë për lek. Pra, ju doni që ta bëni këtë vend. Pra, ju jeni i pasur, por që të pasuroni edhe vendin ton. Jo vetëm nga ana ekonomike, por edhe me bindje. Me bindje tuaja, me politikat, me programin, dhe uroj që t'ja arrini. Më falni që e zgjata, ju falenderoj shumë. Ju kërkoj ndjes sepse isha dhe unë goxha e prekur. Shumë faleminderit.